Selvia prek me postimi në ditën e lindjes së Shpat Kasapit. Roeli po thot babi. Selvia Jaho ka ndarë një moment emocional në Instagram duke kujtuar ish bashkëshortin e saj të ndjer këngëtarin Shpat Kasapi në ditën kur ai do të festonte 41 vjetorin e lindjes. Ajo ka publikuar një video ku Shpati shihet në momente të mla me djalin e tyre, Roelin. Krahas saj, Selvia ka shkruar se dhimbja për mungesën e tij është ende e madhe, por beson se ai vazhdon të jetë pranë tyre në mënyrë shpirtërore. Në mesazhin e saj ajo tregon edhe për Roelin duke thënë se fjalët e prekin shumë. Roeli po thot: "Dedi, dhe unë ndjej sikur ti je ende këtu me ne", ka shkruar ajo duke i uruar Shpatit ditëlindje në qiell. Shpat Kasapi ndroi jetë papritur në nëntor 2025 si pasojë një arresti kardiak në Itali, duke lënë pas një dhimbje të madhe tek familja, miqtë dhe publiku shqiptar.